Artica ma te bucră ne car, me fugire exai zemre dot che noi. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu rubrikën tonë Kombi Ynë. Po flasim për historinë shqiptare të komunizmit. Reç Meta, shqiptari i Cambridge-it që sfidoi 3 regjime. I dëbuar nga serbët, internuar nga fashistët dhe i dënuar me 27 vjet burg nga diktatura komuniste. Djali i birësuar i Rose Wilder Lane, ishin vitet 80 kur një prendërmarrje në Shkodër kishte mbritur një ekip nga Ministria në Tiranë, që qëllim të konstatonte nivelin arsimor të punonjësve. Siç ishte mënyra e inspektimit tipike e diktaturës, dikush nga ekipi hyri në përpunonjës duke pyetur se si ishte niveli arsimor. Kishin bërë shkollë punëtore të ndërmarrjes apo jo. Me humorin që karakterizon një shkodran, njëri prej tyre i përgjigjet kështu inspektorit ministrisë: "Po ç'a thumër sot? Na e kena rojen me diplomë të Cambridge-it. Imagjino se ç'a bëhet atje nalt në zyrat e drejtorisë." Kishte diçka me shumë humor se sa në përgjigjen e punëtorit drejtuar inspektorit ministrisë, sepse roja e ndërmarrjes ishte me të vërtetë një njeri diplomuar me medalje të artë në Universitetin e Cambridge-it. Ishte Reç Meta, djali nga Vutha i plavës i Gucis, djali i birësuar i Rose Wilder Lane, shkrimtares famshme amerikane që ka shkruar Majet e Shalës. Jeta e Reç Metës është rrëfyer nga bashkëshortja e tij Petre Feleka në librin e autores të Fatbarda Saraqit me titull Saga e dhimbjes. Kishte qaste kur duke se fati ndriçonte, kur duke se midis errësirës ku e kishte përplas fati, një shkëndij shpresë do ndriçonte të ardhmen. Pati qaste ku në rrugën e tij gjeti njerëz që e deshën, por fati tragjik nuk do të mund t'i shpëtonte kurse si. E tillë është jeta e Reç Metës, djali i talentuar vuthian që mbeti jetim pa nënë e pa babë, po në rrugën e tij ndeshja amerikane e shquar Rose Wilder Lane, e cila do bëhej nëna e tij. Ishte shqiptari i parë që jetoi madhështinë e studentit shkëlqyer në një prej universiteteve më të famshme të botës, atje la gjurmën e tij për jetë duke përfshirë në librin e artë të Cambridge-it. Reç Meta është njeriu që do provonte kampet fashiste të përqendrimit dhe në fund ato më të tmerrshme, burgjet komuniste për 27 vjet. Reç Meta është njeriu që vojti ashpër 3 diktaturat e tmerrshme, shekullin që shkoi, genocidin serb, kampet e përqendrimit fashist dhe burgjet komuniste. Rose Wilder Lane është shkrimtarja e famshme amerikane që shkroi Majet e Shalës. Erdhi në Shqipëri në vitin 1921 me mision humanitar, ishte ngarkuar nga Kryqi i Kuq amerikan për vëzhgimin e veprimtarisë së këtij misioni në Evropën nazi pas luftës së parë botërore. Rose Wilder Lane ishte në Shqipëri në atë kohë për të ndihmuar refugjatët nga Kosova dhe troje të tjera shqiptare që ishin larguar nga dhuna dhe represioni serb, dhe për këtë arsye gjendeshin si refugjat në Shqipëri. Rose Wilder Lane drejtonte atë kohë organizatën e quajtur Komiteti për Mbrojtjen e Kosovës. Në këtë kohë shkrimtare e shquar amerikane udhtoi drejt veriut të Shqipërisë në zonat më të thella, në luginën e Shalës në Dukaqin, me qëllim për të njohur dhe hapur një rrjet shkollash atje. Rose u shoqërua në atë udhtim nga një djalë i ri që quhej Reç Meta. Ai ishte nga Malizi, nga krajina e Vuthajve, dhe kishte ardhur në Shkodër si pjesë atyre shqiptarëve që u dëbuan nga serbët. Pas pak kohësh në Shkodër, Reça kishte humbur 2 prindërit duke mbetur jetim. Në këtë moment ishte marrë me mbrojtjen e Kryqit Kuq amerikan. Në grupin e fëmijëve refugjat, Reça dallonte praktësitë e tij për arsim, kryesisht në mësimin e gjuhës angleze. Për shkak se dinte gjuhën angleze, ai u bë shoqërues i Rose Wilder Lane në udhtimin e saj të famshëm në zonën e Dukaqinit, për nga do vinte dhe vepra e saj e famshme, Majet e Shalës. Gjatë udhtimit, Reça e kishte shpëtuar shpesh Rozën nga rreziqet ndryshme që vinin në ato zona aq të ashpra të veriut të Shqipërisë. Një prej tyre ishte momenti delikat, kur Roza ishte rrezikuar të binte në një gremin dhe guximi të riu të Reçës shpëtoi shkrimtare. Për këtij momenti Roza u ndje shumë boshlie për të riun përkthyes që shoqëronte, ai i ofroi atij një shumë parasje shpërblim për shpërblimin e jetës, por Reça refuzoi një herë duke thënë: "Ti vetëm shkruaj për Shqipërinë." Roza ishte manitur nga sjellja e djalit të ri, që veç së tjerash ishte shumë i varfër, por refuzoi shumën e parave nga amerikanja. Kaluan pak kohë dhe Roza vendosi ta adoptojë të riun fisnik. Nisi minjëherë shkollimin e Reçës duke regjistruar fillimisht në shkollën teknike Harry Fults. Pas rezultateve të shkëlqyera në Harry Fults, Reça nisi studimet në Universitetin e Cambridge-it. Në vitin 37, Reça përfundoi studimet me rezultate të shkëlqyera,
atje mbrojti gradën e doktoraturës në ekonomi. Rexha përfundoi gjithë ciklin në studime me medalje të artë dhe për këtë arsye emri i tij është ende sot në librin e artë të Universitetit të Cambridge-it. Në kohën kur Rexha po përfundonte studimet në Cambridge, nëna e tij që kishte besuar Rose Wider Lane vendosi të jetojë në Shqipëri përfundimisht. Rose ndërtoi në Tiranë 2 shtëpi, një për vete, një për Rexhën dhe familjen e tij. Kohë kur Rexha po ndërtonte familje pasi ishte martuar me Petrefe Lekën. Pas martesës, Rexha dhe Petrefja lindër vajzën e parë e cila u pagëzua me emrin Bora Rose. Emri u vendos nga prindit e saj me qëllim të kujtonte gjithmonë gjyshen amerikane. Internimin kampet e përqendrimit në Itali, pikërisht në vitin 39, kur Rexha ishte sistemuar me familjen e bashkë me të ishte edhe ëma Rose Wider Lane, Rexha internohej në Itali si antifashist. Në vitin 40 internohet në kampet e përqendrimit bashkë me familjen ku qëndroi deri në kapitullimin e Italisë në vitin 43. Sapo ishte kthyer në Shqipëri, Rexha angazhohet në mbledhjen themeluese të lidhjes së dytë të prezentit si delegat i maleve të Kosovës që quhej Plava e Gucia. Ai u angazhua në hartimin e statutit dhe programin e kësaj organizate. 27 vitet në burgjet komuniste. Këtu nis kalvari gjatë i vuajtjeve të Rexh Metës, i cili nuk mund shpëtoi më nga ëma e tij Rose Wider Lane. Rexh Meta ishte në listën atyre personaliteteve që regjimi komunist e kishte pikëtuar për t'i zhdukur. Rexha quhej në atë kohë si intelektual patriot i zëshëm për bashkimin e tokave shqiptare. Kjo ishte edhe ndër arsye pse ishte pikëtuar për t'u asgjësuar për shkak të ndërhyrjes së serbëve që donin të vdekur. Rexha u arrestua në vitin 45 dhe u dënua me vdekje. Menjëherë pas vendimit komunistëve për ta shpallur armiq të popullit dhe për ta asgjësuar ëma Rose Wider Lane, u angazhua me urgjencë më ndërhyrjen e autoriteteve angleze amerikane ja doli shpëtoi jetën e Rexhës. Regjimi pranoi të heqë dënimin me vdekje dhe vendosi dënimin me 27 vite burg. Rosa vazhdoi përpjekjet për ta liruar, po ishte e pamundur. Rose Wider Lane shkroi një letër Bess Truman, bashkëshortes presidentit amerikan të asaj kohe, ku i kërkonte ndihmë për lirimin e burgut të birit të saj Rexh Meta. Rose Wider Lane nuk pushoi përpjekjet e saj përmes institucioneve të larta shtetërore amerikane, po betejë ishte shumë e vështirë. Erdhi një moment ku familja e Rexhës e këshilloi shkrimtaren të riqë nga përpjekjet për të liruar Rexhën, se sa më shumë ajo përpiqej, aq më shumë komunistët shtonin presionin dhe torturat e tij ndaj familjarëve. Petrefe Leka ishte bashkëshortja e Rexhës, me cilën Rose po mbante kontakte në mënyrë të fshehtë. Gjatë kësaj kohe Petrefe Lekës ishin përshkatuar si antikomunistë të vëllan Bardosh Dani. Këto informacione që Rozës i vinin nga Petrefja të mbaruan shkrimtarin amerikane dhe për këtë arsye ajo kërkoi ndihmën e miqve të saj të kuqit kuq, evropian që mund ta shpëtonin Rexhën dhe familjen e tij. Përpjekja e Rozës e miqve të saj nuk i mundsuan lirimin e Rexhës, i cili kreu 27 vite burgje në burgjet komuniste. Në vitin 68, kur Rozë ishte e sëmurë dhe kishte kuptuar se ishte në ditët e fundit të jetës, një nga amanetet që ajo i la të birit të dytë të adoptuar në SBA, Roger Mark Bridge, ishte porosia që ai mos ndalte kur përpjekjet për t'u lidhur me vëllain e tij në Shqipëri, Rexh Meta. Rose Wider Lane ndroi jetë në vitin 68, ndërkohë Rexha vazhdonte dënimin në burgjet komuniste. Pasi përfundoi vitet e burgut, Rexha u kthye pranë familjes, punoi për disa kohë si roje në një ndërmarrje në Shkodër. Ai ndroi jetë në vitin 1984. Në vitin 91, biri i dytë i birësuar i Rose Wider Lane, Roger McBride, mundi të lidhet me vajzën e Rexh Metës, Bora Rose. Ajo ishte shkuar në Itali si refugjate në vitin 91, aty ku gjeti Roger dhe mori me vete bashkë me familjen duke vendosur në Florida, atje ku jeton dhe sot. Rrëfimet janë marrë nga libri Saga e dhimbjes me autore Farbada Saracin, botim i SKK 2018. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i tham fund rubrikës Kombi Ynë. Mirë takofshim në emisionet tjera. Partikat të bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.